Mediat ndërkombëtare kanë kushtuar një vëmendje të madhe zgjedhjeve në Kosovë. Për BBC, Reuters dhe Euronews, tre agjenci prestigjioze të lajmeve në botë, këto zgjedhje janë sfida e kryeministrit Thaçi. Varfëria dhe korrupsioni në shtetin e vogël testojnë përpjekjen e Thaçit për të fituar mandatin e tretë. Reuters e titullon shkrimin "Varfëria, korrupsioni testojnë përpjekjen e Thaçit për të fituar mandatin e tretë". Për agjencinë e lajmeve Reuters, Hashim Thaçi po kërkon një mandat të tretë për të qeverisur Kosovën në presionin e votuesve të zemëruar, tani më me varfërinë, korrupsionin dhe hetimet për krimet e luftës që kërcënojnë të përfshin në Grack i shokët e tij të UÇK-s. Disa analistë presin një garë të ngushtë që kur Thaçi drejtoi Kosovën pas shpalljes së pavarësisë në vitin 2008, ndërkohë Kosova radhitet në vendet më të varfëra në Europë, me 1/3 e fuqisë punëtore të papunë dhe ku korrupsioni është dukurie e shpeshtë. Rezultatet në këto zgjedhje janë më të paparashikuara se ndonjëherë tjetër, komenton analisti Astrid Gashi. Nëse fiton Thaçi, do të vjetë me njëherë përballë një presioni nga perëndimi. Ai do të duhet të marrë parasysh rezultatet e hetimit për krime lufte të Bashkimit Evropian në lidhje me akuzat për trafik organesh me të burgosur serb gjatë viteve të luftës 1998-1999. Kjo task force e BE-s pritet të japë rezultatet brenda këtyre javëve. Hetimet nisën nga raporti Dick Martit, i cili drejtoi gishtin mbi kryeministrin Hashim Thaçi, por edhe ish krerë të UÇK-s, të cilët janë anëtar të PDK-s dhe kandidat për deputet në parlament. BBC shkruan se kreu i PDK-s shpreson të fitojë mandatin e tij të tretë në krye të qeverisë, duke patur përballë një sfidë të fortë nga LDK, ndërkohë që për herë të parë që prej shpalljes së pavarësisë, Serbia inkurajon serbët të votojnë. Ndërkohë, problem kryesor mbetet papunësia. Kosova voton në hijen e investigimeve të krimeve të luftës, shkruan Euronews. Kosova voton në një palë zgjedhje që kryeministri Hashim Thaçi shpreson të japë mandatin e tretë, por ka shqetësime në lidhje me përfshirjen e tij në krimet e luftës. Populariteti i Thaçit është goditur nga akuzat për korrupsion, nepotizëm, varfëri pas 6 viteve të qeverisjes së PDK-s. Sondazhet tregojnë se LDK është shumë pak pas PDK-s, ndërkohë që të gjitha partitë opozitare janë betuar të mos formojnë koalicion me PDK-n për të formuar qeverinë e re.